Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në pasditën e sotme. Në pjesën e parë të emisionit do të ndërlidhemi me personalitetet e ditës për sot dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Në fakt është nder dhe kënaqësi shumë e madhe që në emisionin tonë të kemi ekskluzivisht të ftuar, domethënë për herë të parë, konsulin e nderit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Zvicër, zotri Zaim Jashari. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje dhe mirë se ju gjetëm. Faleminderit që na keni nderuar. Njëkohësisht i shoqëruar sigurisht nga ambasadori i paqes, zotri Tahir Shabani dhe mik i televizionit ton. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Mirë se jam kënaqësi të jem bashkërisht konsulli i nderit, ambasadori i paqes dhe moderator e shkëlqyer. Mirë se ju gjetëm. Ju faleminderit që gjithmonë na nderoni dhe gjithmonë kur jeni në Maqedoninë e Veriut realisht jeni pjesë e emisioneve tona për të folur për risitë e fundit. Unë do të dëshiroja që sot ta startonim në fakt këtë intervistë me zotri Jasharin për të folur pak më shumë në lidhje me atë që ju jeni emëruar si konsul nderi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në Zvicër, gjithsesi në Gjenevë. A mund të flasim pak për përgjegjësitë dhe kompetencat që ju i keni? Po sigurisht. Si konsul nderi, kompetencat që janë ata primare është lidhshmëria e ekonomisë të vendit tonë me Zvicrën, njashtu tregtia, arsimi, çështja e universiteteve, binjakësimi i universiteteve apo binjakësimi i komunave të ndryshme. Pa e lon edhe pa anashkalu diplomacinë, pasi që gjendemi në Gjenevë dhe në qytetin ku është prezent diplomacia ndërkombëtare edhe kombët e bashkuara atje. Domethënë këto janë përgjegjësitë dhe kompetencat që i ka konsulli dhe në këtë rast ju. Edhe shumë kompetenca tjera ka, por këto janë ata kryesorët. Përndryshe ne kemi detyrën të përgjigjemi edhe të gjithë bashkëdhetarëve dhe të interesohemi për bashkëdhetarët, të bashkëpunojmë me dhomat ekonomike, vendase, po edhe ata të Zvicrës. Jemi edhe antar të dhomës dhe ekonomike dhe industrisë Gjenevës, klubeve diplomatike që janë në Gjenevë dhe këto janë. Zoti Shabani, të kalojmë të flasim pak me ju, ambasadori paqes, gjithashtu kontribut të vlefshëm keni dhënë për shoqërinë dhe për komunitetin shqiptar në Zvicër, por edhe në Francë. Mirë po, par nga këndvështrimi tjetër, shteti kosovar mbase nuk ka gjetur hapësirë apo vend për ju në diplomacinë kosovare, ose për shembull konsul nderi. Ju vazhdoni të kryeni misionin tuaj. A mund të na thoni se pse bëni këtë? Ne bëjmë për çështën shqiptare, për rinin shqiptare, kontributit duke mbajtë lidhje mes Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Trojave shqiptare. Tani është një lajm nga Korejka, po përgatitet një agjendë diplomatike për zëvendës presidentin e parlamentit të Malit të Zi, Nikol Camaj, është ndër që pavarësisht shërbimeve diplomatike dhe konsulatave, misioneve, ne përsëri po luajmë një rol të agjendës diplomatike për çështën shqiptare. Prandaj, duke u nis nga kontekst se çështja shqiptare dhe kombë shqiptar ka nevojë për ne do vazhdojmë misionin e tyre. Ato institucione që na vlerësojnë, ne jemi gatshëm të japim mundësinë tonë, këshillën tonë, ekspertizën tonë dhe t'i presim edhe, njëkohësisht t'i presim edhe mirënjohjet, po kur janë krizat qeveritare, institucionale, i kuptojmë këto, shpresoj që të reflektohet pozitivisht nga institucionet e Republikës Kosovës. Dhe ne shpresojmë, sepse kontributi juaj për komunitetin shqiptar në Zvicër dhe në Francë është shumë i madh, ndaj dhe një vend të veçantë duhet të kenit edhe në diplomacinë kosovare. Para se të nisej për Tetov, takova nxënësit shqiptar, fëmijët shqiptar. Ishte një motiv shtesë që s'mund të ndalin këto. Shkolla shqipe po vazhdon, shkolla shqipe do hapen gjatë vjeshtës dhe në disa vende tjera, e këto nuk presum shërbimin diplomatik as Ministrinë e Arsimit, ne e vendosëm lëvizje këtë sistem, edhe për herë parë kur hapëm shkollën shqipe, i vetmi ka qenë përfaqësues i çështjes shqiptare Zaim Jashari, konsul nderi. S'kem pas përfaqësi diplomatike, disa kanë arsyetuar nga distanca gjeografike, do thotë kena fillu, edhe atë momente i kem dasë bashku, pavarësisht pozitave diplomatike, ekonomike, konsullore, ne jemi një familje dhe vazhdimisht do vazhdojmë të lobojmë për çështën shqiptare nga Gjeneva ndërkombëtare.
Megjithatë, kalojmë të flasim edhe pak me juve, zotëria Shari. Për të qenë, domethënë, konsul në një vend, sigurisht që duhet të kenë ato meritat ose vlerësimet. Cilat mendoni që janë meritat e juaja për të qenë apo për të emëruar si konsul? Ne kemi pas ashtu edhe zakon, si shqiptare kemi zakon që të bëjmë atë më të mirën për shtetin tonë, për vendin tonë. Dhe në çdo moment kum qenë prezent në çdo kohë. Kështu që edhe delegacioneve tona në çdo mënyrë ku ndihmu në çdo rast kemi qenë aty. Dhe këto kanë qenë ata që kanë shtinë të mendojnë ambasadorën tonë se iniciatore, ajo që ka iniciu të jem konsul deri, ka qenë ambasadorja jonë që ka qenë në Ženevë, pranë Kombeve të Bashkuara, Teuta Demioha Agai, me burrin e saj Agronin, i cili është doktor në shkencat politike dhe në relacione ndërkombëtare. Tu mos harru edhe ish kryetarin e parlamentit edhe ish ministrin e parë shqiptar Talat Xhaferin. Në këtë mënyrë ka ardhur te propozimi dhe vendosja, por në çdo mënyrë edhe shteti zvicran duke qenë aktiv në ekonominë e kantonit Gjenevës, me disa nga organizatat që i posedoj atje, edhe ato e kanë dhënë, do të thotë, pëlqimin për një kohë shumë të shkurtë, ka qenë. Se sado që të propozohet një konsul nderin për cilë do shteti i cili e planon, ai duhet ta pranon atë kandidat për konsul nderi. Kështu që edhe të jetë nënshkruar nga presidenti i shtetit, gjë që është bërë për ne. Megjithatë, me qenë se jeni konsul nderi, ky post për juve është një përgjegjësi apo një nder? Për mua ka qenë një detyrë, si thash gjithmonë gjatë tërë jetës time ka qenë, unë e kom këta traditë, ne kemi traditë kombëtare edhe familjare, që të bëjmë atë më të mirën, të japim atë më të mirën që bota të na sheh të tillë si jemi. Kështu që është për mua ka qenë është kryesisht është një detyrë të cilën duhet t'i kushtohet pak kohë, por është edhe një privilegj, edhe është edhe një kënaqësi që të mund të prezantoj tash me titullin konsul nderi, mund të jem në disa vende prezent në të cilën nuk isha mujt të jem më parë. Përndryshe në lamin ekonomike, në lamin e bizniseve apo organizatave të mira që janë, kantoni Gjenevës asnjëherë që nga vitet 90-ta që kam qenë atje, asnjëherë nuk mi ka mbyll dyert për çdo gjë. Çdo aktivitet që e kam marrë kemi pas guximin ta marrim, do të thotë kemi pas mbështetjen komplet të kantonit që të vazhdojmë, ku edhe ka ardhur suksesi këtyre organizatave të jenë funksionale. Unë jam prezent edhe në medicinë, jam prezent edhe në hoteleri, jam prezent edhe në lamin e financave dhe avokatëve, se kemi zyrën tonë të avokatëve atje, kështu që në Gjenevë kantoni na ka dhënë mbështetje komplet. Kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, për të folur pak Shabani edhe për çështjen e diasporës shqiptare. Cili është dallimi mes diasporës shqiptare, le të themi përpara 30 apo 40 viteve më parë dhe tani? A janë integruar shqiptarët në shoqërinë zviceriane dhe nëse po, në cilat sfera? Fillimi ka qenë çështja e migracionit, punësimit, kanë marrë nga zona ndryshme. Tani nga ata takoj ish presidentin e parlamentit Gjenevës, kur kanë ardhur shqiptarët, unë kam dhënë mësimin e kursin e gjuhës frange me preale spanjolle. Kur tani i kam kolegë në parlament, fëmijët e tyre, armëria e tyre ka rritat shumë në shkencë, në kulturë, në diplomaci,
në politikën kantonale, parlamentare, tani kemi edhe në parlamentin federal edhe një deputet nga Kosova, kemi edhe nëse flasëm për nivelin evropian, kemi eurodeputet. Dhe jënë arritur edhe në parlamentin evropian një institucionet franceze me një influencë në shkencë. Kirurg më të mirë i kemë spitalin kantonal universitar, pastaj i kemë në arsim, në edukim, në juridik, çështjet ligjore, ekonomike, ekspert në ekonomi, pa ka, pastaj i kemë specializum shqiptarë sot në Gjenevë për çështjet civile, administrative, ligjore dhe ato që janë penale, i kanë jënë profilet të caktuara të cilët kanë bërë organizatat e tyre që lobojnë mes Zhenevës ndërkombëtare dhe trojeve shqiptare me delegacione të ndryshme. Tani këtë javë do të organizohet edhe një konferencë ndërkombëtare për investime dhe bashkëpunim me Kosovë dhe trojeve shqiptare, që ai përket infrastrukturave, inxhinierisë. Ajo do mbahet në Bern, këtë vikendin e radhës, do është një ngjarje shumë e shkëlqyer, gjithë menaxhohet nga intelektualët shqiptarë. Edhe tani në termin e sipër, intelektualët shqiptarë kanë pozitat e veta. Kandidohen për këshillat bashkiake, kandidohen për kovende, marrin pjesë, futen për konkurse ndërkombëtare, të pjesa e kulturës, të pjesa e integrimit, organizojnë kontributin përmes promovimit të letërsisë shqipe. Gjitha këto janë pjesë përbërëse të integrimit tonë, jo vetëm në Zvicër, po në Komitetin Evropian. Evropian si shqiptar, po. Megjithatë, nga emrimi juaj si konsul në deri, cilat kanë qenë ngjarjet e rëndësishme, domethënë me personalitete që jeni takuar, që keni marrë pjesë ndoshta në takime dhe vizita të ndryshme. Mund të përmendim disa prej tyre në këtë Fillimi ka qenë pjesëmarrja ime ka qenë fillestare në forumin ekonomik botror që u mbajt në Gjenevë. Ka qenë një takim fantastik. Për ndryshe, kemi pas takime me shumë personalitete, si kryetaren e Parlamentit Gjenevës, që është mikeshe jonë, ashtu edhe me presidentin e klubit diplomatik, jom antar edhe i gazetarëve të klubit të gazetarëve të Gjenevës, njashtu edhe dhomës ekonomike dhe të industrisë Gjenevës. Kështu që kemi takime të shkëlqyeshme me ambasadën e Izraelit edhe ambasadat tjera, por të Izraelit po e përmeni se kemi mbi zyrët tona. Ne jemi në katin e parë me zyrën, në katin e katërt janë ata. Kështu që ata shpesh vinë të ne, ne shkojmë atje. Kemi shumë aperista, do të thotë, që kanë shpreh dëshirën të vizitojnë Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Kosovën, edhe janë shumë të interesuar edhe për me investu në këto vende, kështu që kemi përgatit me mikun tim që është edhe gazetar, njëkohësisht edhe këshilltar i disa investitorëve të vinë të vizitojnë Maqedoninë. Ndoshta këto ditë do të vjen brenda kësaj kohe që jam këtu, ai vetë njerë të shoh vendet, të shoh edhe hotelet, a janë nivelit duhur për pritjen e këtyre investitorëve, kështu. Kemi takime të mira, shumë takime të mira. Kurse me ambasadorët e trojeve tona kanë ata të Kosovës, të Shqipërisë, njashtu edhe të Malizi, kemi kontakte shumë të mira dhe takojmë shumë shpesh, bisedojmë për çështjen diplomatike, por edhe sidomos për ajo çka më shkon më shumë për shtati, është ekonomia. Do të thotë këto. Megjithatë, ju përmendet pak më herët çështjen e zyrës. Kemi informacione që gjithashtu keni një zyrë pritjeje. Mirë po nuk paguheni, domethënë për atë zyrë, e mbani me vetë financim. Si arrini t'i mbuloni shpenzimet? Ka deshti lumizot, kushtet i kanë të mira, kështu që zyrët i kemi edhe në vend të mirë, edhe janë nivelit të duhur, dhe atë e bojmë me kënaqësi, mbulojmë me kënaqësi, se aty është vend takimi, edhe që nga zyrët fillon pamja e nivelit të një shteti, apo të edukatës të një popullit të një shteti, kështu që ajo parulla ime gjithmonë ka qenë, ashtu i këmë mësu të rritë, ashtu i mundu t'i them të gjithë bashkëdhetarëve tonë, ne po
po që nuk jemi si Zvicranët, duhet të jemi më mirë se ata, jo kurse inferier nga ata. Cili do popull, jo vetë Zvicranët, se si kombë kemi historinë tonë, kemi udhëheqë vendet të duhura, kemi bë histori në për gjithë botën. Ishte ambasadori i Shqipërisë në zyrët tona dhe erdhe dhe ambasadori i Izraelit. Edhe për herë të parë kuptova aty nga ambasadori i Shqipërisë që Jeruzalemi, do të thotë, kishte qenë i udhëhequr nga një shqiptar, nga nipi i Ali, Muhamed Ali, që ka qenë sundues i Egjiptit, do të thotë nipi ti kish udhëhequr Jeruzalemin 25 vite, një shqiptar. Ata janë kulturat tona, ato janë të cilët ne kemi për detyrë edhe me kënaqësi mbuloj ata argjime. Si e shihni në fakt ju integrimin e shqiptarëve në Zvicër, me qenë se folëm pak më të Shabanin, po në shumë të sukses. Do të thotë, ekonomia e mesme, po thuj se nuk më shkojmë shumë larg, dikun ka 60-65% është në durët e shqiptarëve, ka atë në ndërtimtari, në investim në blerje të ndërtesave apo shtëpive, ka jo në atë drejtimin e hotelerisë. Tash gjeneratet e reja janë inkuadru edhe në strukturën politike, në partit të ndryshme, në qeveri. Mos folmi, kemi tash avokatët tonë, inxhinierët tonë, arshitektët tonë, do të me të vërtetë janë inkuadru aq mirë sa që presidentja e Zvicrës, kur ishte në Kosovë, tha se ne nuk e shohmi Zvicrën pa shqiptarët. Shumë e bukur kjo pjesë. Megjithatë, folëm për integrimin e shqiptarëve në Zvicër, zoti Shabani, dhe përfaqësimin e shqiptarëve, sidomos në këshillat e bashkive, në parlamentet kantonale. Mund të thuhet sa është numri i tyre, apo ndonjë emër, ndonjë personaliteti, meqense kanë qenë dhe zgjedhjet lokale në Zvicër për 2 muajsh? Në nivel këshillat bashkiake kemi mjaft përfaqësime në kantonet e Zvicrës. Pastaj për Zhenevi kemi 4 deputetë në parlamentin kantonal që zgjidhen drejt për drejt zgjidhen nga populli. Ka qenë 5. Njëra ka kalu tash do jetë kryetore komunës vitin e ardhshëm me Erin, është një qendër kërkimeve nukleare evropiane në atë territor dhe një vend me industri dhe me zhvillim. Të një vjen radhë kryetore komunës për herë të parë rotacion vjeçar, që është do vi nga Kosovë dhe aty për herë të parë, sidomos për Zhenevën. Për zona tjera, në Lozon e kemi kryetorin e Këshillit Bashkiak shqiptar të Kosovës, edhe ka një rol që këllqyshëm që pelu në Lozon. Kjo pjesa geografike Zvicrës Romane, edhe si konsul deri ka përfaqësinë geografike Zvicrës Romane. Kjo Zvicrës Romane ka një shkrirje të madhe geografike deri në Vale, gjithë këto mundsojnë zhvillimin ekonomik. Po si prioritet, në udhëtimin tim e kom fokusuar përgatitjen e forumit ekonomik nga organizata botërore të tregtisë me 15 shtatorë. Prandaj bojmë apel edhe sot që partnerët ekonomik nga Maqedonia, nga Kosova, nga Shqipëria, shkojnë paralelisht ku do ketë edhe staf akademike, do ketë edhe pjesë të ligjërata, moduleve të ndryshme, si ligjërues do kërkojmë edhe shqiptarë të ligjërojnë këto forumet ndërkombëtare, që të jenë pjesë e prezencës diplomacisë ekonomike. Duke u zhvilluar ekonomia, zhvillohet arsimi, dija, shkenca dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Padyshim. Dhe për fund, zoti Jashari, cila do të ishte porosia juaj për shqiptarët, mesazhi juaj drejtuar shqiptarëve për tu integruar ndoshta edhe më shumë në Zvicër dhe jo vetëm? Unë gjithmonë mundohem, integrimi është elementi bazë për Zvicrën, por në çdo mënyrë mundohem t'i frymëzoj që t'investojnë në vendin tonë, edhe dëshira ime është që gradualisht, si ku më thonë edhe më parë, sot bota është bo sikur të jetë një fshatë, jo një botë në të cilën më parë me 9 muaj, 10 muaj nuk vishin në vendindje se s'kishin mundësi, ose ishin biletat e avioneve, kartat e avioneve ishin shtrenjtë. Sot me një shumë vogël, mujnë me udhëtu, po thuj se çdo muaj
për qef njeriu mund të vend për një kafe në Maqedoni të kthehet, kështu që investimi duhet të jetë i djanshëm. Ne që jemi jashtë vendit aktiv, mund të jemi të njëjtën kohë edhe në vendin aktiv, edhe atje pa kur një farë problemi. Por elementi bazë, unë i thonë fëmijëve të mi, prandaj ja tham edhe të gjithë popullit shqiptar, elementi bazë duhet të jetë në vendin ku kemi lind. Do thotë ne ti kemi bazat këtu, tani degët në t'i hapmi në tërë botën, investimin e të bëjnë gjithkund. Kështu që këshilla ime është të mendojnë që elementin bazë ta bëjnë në vendlindje. Ta kthejnë në vendlindje, tani asnjë nuk i thonë që të mbyllin bizneset, ne investimet duhet të jenë në tërë botën, duhet të jemi në prezent në tërë botën. Unë isho popull tjerë, do thotë sot nuk jemi vetëm ne ata që jemi në diasporë, por gjithë bota është në diasporë, gjithë bota gjithkund është ka punon, edhe kum pas rast të kem takime me familjen mbretërore të Marokut, ata nga atje vinë investojnë në Zhenevë, investojnë në Curi. Erën e fundit ishin zyrat teme për disa investime që i bëshin me një vend në Interlaken, do thotë nuk ka kufi më bota. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për shqiptarët, një mesazh i tillë. Mesazhi juaj, zoti Shabani, cili do të ishte për shqiptarët? Unë erdha nga Prishtina, isha i ftuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Uroj pavarësisht vështirësive, krizave politike, institucionale dhe zgjedhjet parakohshme parlamentare, do jem përsëri vëzhgues gjatë procesit zgjedhor. Shpresoj që me këto zgjedhje të 7 qershorit të përfundojnë këtë çështje edhe të shkojnë shqiptarët drejt integrimit, të vazhdojmë me tolerancë, mirësi dhe bashkëqeverisje, se asnjë ne do të respektojmë ndarjen e pushtetesh, edhe filozofët më të lartë dhe revolucionit francez e kanë thënë mesazhin e bukur Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, ka aty ku s'ka ndarje, ku jepet shumë pushtet edhe mund të abuzoj për pushtet edhe demokrasi. Prandaj do të ketë një paralele, do të ketë ndarje si legislative, ekzekutive, gjyqësore, pavarësisht se vjen pasaj ekonomia dhe media. Juve ju falenderojnë për këtë mikpritje të shkëlqyer dhe uroj që rrugtimin të ardhmen nga territoret shqiptare të jem shoqëruar nga Konsulli i Nderit, nga Maqedonia e Veriut. Kjo rrugë të kem të hapura do vazhdojnë bashkërisht. Bashkëpunimet, të kjo shumë e rëndësishme për kontributin që ju e jepni për shqiptarët dhe që lidhni ura bashkëpunimesh në mes të vendit tonë dhe Zvicrës. Ju falenderojmë në fakt të shumë për atë që keni ndarë nga dita juaj, meqense agjenda juaj është e ngjeshur, për të na nderuar edhe në emisionin tonë dhe për të folur për veprimtarinë tuaj, për punën tuaj që bëni dhe për atë që ta dinë edhe qytetarët se kanë, domethënë, një konsul të nderit të Republikës së Maqedonisë edhe në Zvicër. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Ju edhe janë të mirëseorët të gjithë ata që vizitojnë Zhenevën apo kudo në Zvicër, kanë adresën, ku mund të lajmërohen edhe ku mund të janë shumë mirë të pritur. Faleminderit për këtë mbështetje. Faleminderit zoti Shabani që gjithmonë na nderoni. Në nderë, kënaqësi, mbarësi, shëndet, solidaritet dhe mirënjohje për mikpritjet shkëlqyer me gjithë stafin së bashku. Jeni dritare mërgatës, keni qenë dhe do mbetni e para në këtë territor të Republikës Maqedonisë së Veriut. Është detyra jonë. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Të nderuar shikues, ka qenë kjo pjesa me personalitetet edhe për ditën e sotme, ndërkaq që ju vazhdoni dhe më tuqe të qëndroni me ne, do të bëjmë këtu një shkëputje publicitare dhe rikthehemi pas pak në pjesën tjetër të emisionit.